Elton, duhet të pyes për lojën që ka bërë Gjesti. A ka të krahasuar me ndonjë banor më përpara? Shpesh është krahasuar me lojën që ka bërë Luizelli. Po dëgjoj, pa asë gjunaf që të krahasosh Gjestin me Luizellin. Krahasohet Gjestin me Luizellin. E kupton se sa vite dhe ditë larg janë, e kupton sa lart është Luizelli, domethënë Big Brother ka ndryshuar standard kur ka fituar Luizelli. Pas fitores së Luizellit, ne kemi vetëm kopje të shumtuara të Luizellit. Asnjë gjë tjetër. Të vazhdosh të thuash që Gjesti ka një ngjeshmëri me Luizellin, për mua kjo është gjëja më skandaloze. Vjen shumë keq që shumë njerëz, disa njerëz e shikojnë një lloj ngjashmërie të tillë, por zero. Unë kam analizuar lojën e Luizit me detaje në Big Brother VIP 2. Tashmë jemi miq. Ditë të them vetëm diçka, në zgjuarësia, argumenti, debati, loja, kurset. Luizi kur nuk i ka thënë kur kujt, hajde futemi tre veta në bank. Hajde futemi neve bashkë. Jo. Se prandaj pikërisht loja është që të mos tregosh. Dhe ata të dy që futi në banjë, i votojnë atë farfeje dhe i futi brenda. Dhe kur kush nuk e besoni që ishte bërë kastinga. Po të gjithë thonin ky ja fut kot. Dhe kur erdhi puna doli që ishte bërë kastinga. Të njëjtën gjë këta banorët e tjerë kanë filluar ta kopjojnë që të gjithë, kanë filluar që ke treshi. Ishte një kopim të shëmtuar, vazhdon te 4, ka përshtypjen do vazhdoj dhe një 10 Big Brother të tjerë kopimi i Luizit. Shtuar atë që thatë për Luizin, në fakt, përveç pjesës së lojës dhe pjesës së argumentit, ajo që kishte Luizi që se kanë akoma të tjerët, është dhe pjesa e humorit dhe pjesa e këngës. Po Luizi e ka të lindur, ose është kontrakt. Sepse sepse ai me vërtet që 24 orë po themi, shumë rrallë, 1 orë, 2 orë mund bënte debate, pastaj pjesën tjetër luante gjithmonë me publikun, ushqente publikun me humor, ushqente publikun me këngë. Mbaj mend Primet, kur i shikonim, kur ishte Luizi, ka qenë spektakël, jo se çfarë, njerëzit ishin në tension se çfarë do ndodhte, sepse tani Primet janë bërë shumë të lezetshëm, ne i dim shumë mirë se çfarë do ndodh. Dim se kush do dalim, dim se kush do ketë surprizë, dim po thuaj se çdo gjë. Di se çfarë temash do diskutohet, di kush do zgjihet në prime me tjetrin, po thuaj se dim çdo gjë. Në 2 vite përpara, ne nuk dinim asnjë gjë se çfarë do ndodhte, sepse Luizi ishte gjithmonë 2 hapa përpara produksionit. Dhe kjo ishte për shkak të zgjuarësisë së tij. Dhe ajo që ishte akoma dhe më spektakolare ishte debati fantastik që Luizi kishte me opinionistë. Ishte një Big Brother në vete, ishin 2 Big Brother brenda 1 Big Brother. Pa llogaritur dhe lidhjen me Kiarën, që ishin 3 Big Brother. Domethënë, kishin opinionistët me të cilët ky merreshe. Kiara, të cilët si kushtonte pothuajse gjithë vëmendjen, por në këtë kohë dhe në këtë kohë i kushtonte të tërë vëmendjen dhe të tërë banorëve të tjerë. Po, domethënë Luizi bëri 3 Big Brother brenda 1 Big Brother. Dhe deri ditën e fundit, dhe ishte njeriu që flinte i fundit, zgjoheshte i pari. Sot, në shtëpinë e Big Brotherit, ajo që Luizi bënte është në mur. I fundit zgjohej i pari. Dhe të gjithë njerëzit çoheshin në mëngjes, dëgjonin këngën që dëgjonte Luizi, pinin kafen me Luizin, shionin lotët e Luizit, se ajo u kthye realisht, çdo veprim u kthye në adhurim dhe realisht. Ai Big Brother për mua ka qenë Big Brotheri më i bukur që ka pasur ndonjëherë. Historia e Big Brother. Dhe në Big Brotherin tim s'ka qenë ashtu. Besoni që Luizi është lojtari më i mirë që ka pasur çdo Big Brother, përfshirë dhe ato të thjeshta? Deri tani po. Nuk ka dalë kurkush ta zëvendësoj. Është shumë e vështirë. Sado që mundohen. Ndjejmë më të shiko, kam përshtypjen këtë krahasim më tepër e bëjnë shqiptarët e vëzhgës kanë qenë. Është kjo krenaria që Gjesti është i djalë nga Kosova, apo Gjesti nuk e përfaqëson. Gjesti nuk e përfaqëson Kosovën, Gjesti nuk është kosovari tipik, nuk është
një kosovar tipik, një burr tipik kosovar nuk e trajton një femër ashtu, siç e ka trajtuar ai. Kështu që për mendimin tim, këtu ja kam fut pak kot. Me gjithë dëshirën e madhe që ata kenë më në fund një fitues, po mua do pëlqente më shumë një fitues si Arbër Zeka ose si Veseli që ka qenë dikur, sesa si Gjesti. Paktën këta dy të tjerët kanë qenë lojtarë që kishin fjalën e kishin armën më të fortë. Si e keni parë këto dy hyrjet në Big Brother? Kë hyrje? Rihyrjet më saktë të Gjibanit dhe të Jozit. Gjibani hiku. Vjen keq që iku, Gjibani ishte një lojtar që unë simpatizoja shumë fort, thash unë e kisha llogaritur për finale. Vjen keq. Mendoni që Gjibani po të ishte pak më argumentues dhe jo gjak nxehtë, domethënë po të argumentonte dhe të mos nxehej. Gjibani nuk duhet ishte gjak nxehtë, se për argumentim, nëse Gjibani do ta lini të flisnin, po pra, nëse Gjibani do ta lini të flisnin, Gjibani ishte njëri goxha i elokuent, argumentonte, pavarësisht se ti ke njerëz të tjerë aty që kanë ardhur deri këtu dhe nuk argumentojnë asgjë, se për shembull ne po të marrim Gjestin që është fenomeni i këtij Big Brother, është një njeri që në prime apo fundon çdo diskutim, argumenti është zero. Pavarësisht se është lojtar i fortë në të tjera aspekte. Ndryshe nga ai për shembull, ose ndryshe nga disa lojtarë të tjerë që janë brenda, se argument ka dhe Aldo, por nuk është lojtari i fortë. Gjibani kishte argument, ishte njeri që për mendimin tim ishte më naiv se ç'duhet, i merrte gjërat më afër zemrës se ç'duhet, kështu që kjo e ka penalizuar atë për sa i përket gjak nxehtësisë. Po, në raport me Jozin, me rifutjen, ka pasur aludime në raportin që ka me Valbonën. A kanë qenë të lidhur jashtë, kanë qenë të lidhur jashtë? Jo, ata nuk njifeshin jashtë, pra. Shiko, Jozi, kur ka dalë nga Big Brother, unë e kam takuar në shkallët e Top Channel, nuk e hyrë për ke Shqipëria Live. Jozi në Shqipëria Live ka deklaruar që unë Valbonën dhe vëllezërit e saj nuk i njoh nga jashtë. Valbonën ka takuar vetëm 2 herë. Domethënë, në këtë teoria e Valbonës, Jozi dhe Valbona ishin shok shumë jashtë, dhe vëllezërit e Jozit ishin miq me Jozin, vëllezërit e Valbonës ishin miq me Jozin, nuk ekzistonte. Jo vetëm që s'ka pas lidhje jashtë, po unë kam përshtypjen që Valbona Jozin e ka pëlqyer brenda. Fillim Valbona ka dashur që të lidhet me të. Pastaj ndryshuan gjërat rrugës prej Loredanës. Ajo që mua thonë duket normale është prapë thërja sertoria, aktivizimi thertorës emocionale që po bëhet atje, ku Jozi tashti për karshëllik të Loredanës bën atë dëvuaj. Pavarësisht se kemi një banore që ka dalë nga këto gjëra, ka dalë jashtë asaj shtëpie, në gjendje të rënduar psikologjike. Po shohim që po lejohet përsëri një banor të tallet me lidhjet e një njeriu tjetër. Në këtë rast është Loredana. Dhe na ka dalë në skenë Ola, që më duket tipike ajo goca që zë dashnor, një burr të martuar dhe që kalon në orgazm, ku shikon gruan e atij burri duke vuajtur.